Rikthehemi, është bashkuar edhe Dasara. Mirë se erdhe. Jemi kundërshtare në kampionat botror. Kundërshtare të forta, do thosha, por kam përshtypjen që historia do të përsëritet, ne Gjermanisë përsëri do t'ju... Do të rëmboj. 7 gola do të... Më gjithmonë se herë bie fjala për Gjermaninë, edhe që tregoj që jam tifoze e Brazilit, ai 7-1, e mbaj mend. Nuk është se harrohet. Ai të përndjek gjithmonë. Gjithë jetën. Edhe mua gjithashtu, edhe unë jam tifoz i Brazilit. E se një hakmarrje e pastër ishte, domethënë betet një hakmarrje. Ne kemi fituar finalen 2002-shit, kështu që... Po një hakmarrje asaj ishte, një lloj hakmarrje asaj e 2002-shit. Bajmë një rekord, po themi, kështu që... Sigurisht që Brazili ka për çat krenohet, është një kubot e para. Po, Gjermania përgjithësi është një nga këto skuadrat që nuk ka dominuar në përbotërore, patjetër as në Champions League, që si Bayern nuk ketë drejt. Nuk. Do të thënë, mendoni pak si do jetë kjo periudhë. Si do jetë botërori. Shumë nis botërori. Po, shumë nis botërori, me këto lloj emocionesh, është e vërtetë. Që nisin që sot, edhe të gjithë po themi përfaqësojnë deri diku me shumë dëshirë atë skuadrën e zemrës, Brazil, Gjermani, Brazil po ashtu. Brazil. Po mirë më në fund, po ndihem mirë se kudo që shkoj. Po thuaj që ti këtë e ke për Kastile, vetëm mua kundër. Si e vërtet, po të Vëklan pas ka përfaqësues shumë interesant me tifoz të Brazilit, rastësisht bukur kështu. Po e nis pak me programacionin, si thoni, me atë çfarë do t'i ofrohet teleshikuesit, duke nisur me L'America. L'America, po. Është një program teknik, le të themi, që bën analizën e ndeshjeve, momentet më të mira, golat, një analizë nga specialistë të futbollit, sigurisht që edhe programi tjetër po ashtu e ka të përfshirë, po ka dhe disa elemente të tjerë të integruar. Fokusi është sigurisht tek gjitha momentet më pikante, personazhet, statistika, tabela, lidhje direkte do të kemi të ftuar special po ashtu para dhe pas ndeshjeve praktikisht në varësi edhe të programacion, se programacioni këtë rast është pak i komplikuar nga botrori për shkak të orareve të ndeshjeve, por përgjithsisht do jemi çdo ditë në Klan, në disa raste do të jemi 2 herë në ditë për shkak të ndeshjeve që janë shumë të rëndësishme dhe sigurisht mund të jemi edhe në orën 8 le të themi dhe mund të jemi prapë përsëri në orën 12, por e fillojmë me orën 8 dhe më pas gjithmonë duke u përshtatur edhe orareve të ndeshjeve. Kjo është ajo çfarë bën disi më ndryshe këtë kampionat botror, duke qenë se është i vendosur totalisht kontinent tjetër dhe ndryshojnë oraret me Europën. Pavarësisht se FIFA dhe organizatorët janë munduar që ta ndërtojnë një lloj kalendari edhe për pjesën tjetër, pra të Europës, që të mos ketë ndeshje në orët e vona dhe skuadrat europiane të luajnë një orar që mund të ndiqen, por që ky ishte një risk që kur u mor vesh që do luaj në SBA dhe për më tepër fakti që luhet dhe në Kanada dhe në Meksik e bën një shpërndarje akoma më të madhe për shkak të orareve. Është një lloj sfide në vete edhe për ne, gjithashtu që do komentojnë ndeshjet edhe në orët e vona. Ju janë ndeshjet edhe gjatë natës? Po. Këtë kampionat, kështu që është punë për ju edhe në 2 natës? Në mëngjesit, në 4, në mëngjesit. Sot është natës, sepse bëhet hapja që orarin këtu në Europë është, do në të në Shqipëri është 9 të paktë. Që do thotë që pastaj do ndiqet në ndeshja e dytë në 4 të mëngjesit. Po, ka një ndeshje tjetër në 4 mëngjesit, check-in me Korenë. Kjo është ndeshja e parë që luhet në këtë orar. Ndeshja hapse e kanë llogaritur që të jetë për ta shohin në gjithë botën. Edhe ceremoninë atje luhet në drejt në Meksik, dhe për këtë arsye që të ketë shikueshmëri të lartë besoj, por që ka qenë kjo problematik që në startin e komentuar shumë. Ajo çfarë është e veçantë gjithashtu është fakti që po luhet në një vend të nxehtë, siç është Meksika, kam lexuar që është pak problematike për disa skuadra, madje janë bërë edhe meme të ndryshme, për shembull Norvegjia, gjatë stërvitjes qëndronin lojtarët në diell dhe shkruaj po përshtaten pak me temperaturën. E vërtetë, Norvegjia dje madje ka dalë një lajm shumë interesant që është përgatitur edhe për këtë gjë, duke marrë ushqimet me vete, portokall, peshk dhe ushqime tradicionale. Kuzhinjerin e kishte me vete, pra në mënyrë që një nga këto kombëtarë që ka të vështirë për të përshtatur atje, dhe kështu që i ka paraprirë kësaj gjëje. Ka pasur në fakt diskutimet shumëta, por do ketë cooling break gjatë tyre ndeshjeve, pra pas minutës 20-25 ekipet do ndalojnë për të freskuar në 2 pjesët. Madje ka pasur diskutime edhe nga organizata botërore e lojtarëve që në rast se temperaturat janë shumë të larta duhet të ndërpriten ndeshjet. Kjo pasaj është një diskutim i madh sepse FIFA nuk është se e pranon këtë gjë, do që të çojë ndeshjet deri në fund. Është diskutuar, po provën e vërtetë e kaloi në botrorin e klubeve që u luajt vjet në Shtetet e Bashkuara dhe ja dolën, domethënë nuk kishte ndonjë
problematik shumë e edhe madhe. në Katar ka qenë paka shumë e njëjta situatë, sepse pavarësisht se u bë në dimër, sidoqoftë është një shkretëtirë edhe sigurisht që ishte sidoqoftë me temperaturat larta, por janë bërë këto ndalesat për tu freskuar që ka funksionuar faktikisht. Në përgjithësi ky kampionat ka goxha të reja, po themi, dhe ndryshime duke nisur që nga numri i skuadrave. Është nga numri i skuadrave, fillimisht kemi shkuar në 48 skuadra, janë 104 ndeshje që do të luhen. Ka një përfshirje pak më të madhe, le të themi, sepse marrin pjesë shumë më tepër skuadra, që në një farë mënyrë, në një anë, ndoshta ja ulin pak në thonjza nivelin fazës së parë, sepse sigurisht janë ekipe që nëse ndeshet një ekip shumë, mund të jetë 70 në FIFA, po i 80 dhe ndeshet ndërkohë me Brazilin, me Argentinën, nuk është njëjti nivel loje si të ndeshet Gjermania me Brazilin, por nga ana tjetër ka edhe një përfaqësim shumë të mirë të gjitha vendeve, sepse magjia e botërorit është pikërisht këtu, tek dhënia e të gjitha atyre nuancave të çdo shteti, të çdo kulture, të Afrikës, të Amerikës Latine, të Oqeanis, po ashtu të Azis, Europës, po ashtu e tjerë. Kështu që të gjitha ngjyrat bashkohen në këtë rast dhe besoj që atmosfera do të jetë e bukur pikërisht për këtë arsye. Dhe Sara, këtë kampionat ka shumë lojtarë të cilët ne i kemi njohur ndër vite, i kemi parë të shkëlqejnë, po që e kanë vallëzimin e fundit konsiderohet. Mes të cilëve për shembull edhe Neuer, meqense është skuadra e zemrës. Si e ndjen duke qenë se i rritur duke parë, po themi, ndeshje dhe duke adhuruar futbollin, se ti nuk je thjesht tifoze si puna ime që kur të luhet do bëj tifozeri. Ti e ke ndjekur sportin dhe futbollin në ndërsi. Po, pëlqen futbolli shumë edhe jo vetëm ai i Gjermanisë, me thënë. Kam vizituar Allianz Arenën, kam qenë në dhomat e zhveshjes, ka qenë një emocion shumë i veçantë, për shembull kam parë këpucët ose veshjet e Neuer në mënyrë të veçantë, sepse vërtet ai ka bërë histori. Megjithatë, Gjermania ka shumë lojtar, ashtu si çdo skuadër që i ka vërtet yje të pa diskutueshme. Dhe kjo çështja e Neuerit Neuerit ndoshta është edhe me statistik një nga lojtarët që ka qëndruar më gjatë në skuadër, sidomos në kombëtare, po qoftë edhe tek Bayern, pra që është aty. Kështu që nga që kam parë shumë të tjerë që kanë qenë shumë të mëdhenj, por kanë ikur dhe më shpejt, nuk e ndjej këtë që Neueri, si me thënë, do iki se e kam shijuar. Ndoshta ka qenë edhe një periudhë ku isha rritur, sepse tifozëria është një gjë që përgjithsisht ne këtu në Shqipëri e kemi të trashëguar nga prindrit, edhe unë e kam thënë disa herë që stemën e Bayernit ose të Gjermanisë e kam pas të vendosur tek bufeja, që e kishte vendosur babi. Pra kam qenë vogël fare kur kisha tifozërin për Gjermani, pa kuptuar akoma shumë mirë se ç'ishte futbolli. Kështu që kam shijuar shumë lojtarë ndhenjë, që me në kohën e Beckenbauerit që ishte fundit i 80-ës, fillimi 90-ës, ose Lothar Matthäus. Pra, të gjithë këto yjet e Gjermanisë që i kam shijuar, i kam parë, i kam pëlqyer, dhe Neuer është një nga ata që kam qenë shumë e rritur, futbollin e kuptoja, dhe prandaj dhe e kam shijuar si një lojtar që ka qenë gjatë aty, prandaj nuk ndjej, si me thënë, keqardhje. Më duket se edhe për Ronaldo është e njëjta gjë. Për Neuerin ka pasur edhe polemika, sepse trajneri Nagelsmann kishte deklaruar që nuk do ta grumbullonte më për këtë botëror. Momentet e fundit, ndoshta duke parë performancat e mira që bëri me Bayernin, dhe ka pasur hatërmbetje edhe nga Ter Stegen dhe nga portierët e tjerë që nuk kanë shans kur ta tregojnë ata veten, se botërori një herë në 4 vjet luhet, një lojtar mund marrë 2 ose 3 botëror, dhe ka pasur një debat, domethënë edhe për këtë. Aty janë të rreshtuar dhe ata që do të thotë që mund të zëvendësohet Neueri në rast të ndonjë shumë vështirë. Në raste të rralla. Po, edhe Ronaldo është i fundit për Messi. I portierëve është gjithmonë që nëse ti nuk je titullar, praktikisht nuk ke mundësi të marrësh minuta. Portierët, mbrojtësit, në ndonjë rast dëmtimi. Fatin më shumë për debutuar edhe për të luajtur e kanë sulmuesit mes fushorët. Jo, megjithatë Neuer njihet për të gjithë, prandaj është Neuer dhe dihet se çfarë portieri është, kështu që unë mendoj që nëse do të ketë ndonjë gjë që nuk shkon në ndeshjen e radhës, do të jetë mundësia për portierët e tjerë, apo jo, dhe për të bërë ndryshime në këtë aspekt. Sa mirë që kuptimi është Neueri, nëse ai në qoftë se ai nuk tregon atë që tregon. Edhe i pagabueshëm, thotë Gentiani. Jo, është i gabueshëm, po statura që ai ka është shumë e vështirë për ta lënë kapitenin, legjendën, stol, krijon polemika më vonë. Për më tepër një moment si ky, siç është kampionati.
Që do t'i shkoj Nga deri në tjetër fund. dhe nuk ka ndonjë diferencë shumë të madhe mes Neuerit edhe portierëve të tjerë, se Gjermania gjithmonë ka pasur traditë në cilësinë e portierëve, Stegen po ashtu është një nga portierët më të mirë aktualisht në Europë, kështu që është dhe pak e padrejtë në një farë mënyre, por që futbolli ka këto zgjedhje. Besoj që ndjetën shumë të Neueri, ndërkohë që është botërori fundit i Ronaldos, është i fundit i Modricit, i Mesit që e ka thënë vetë që do të jetë i fundit, i Neymarit po ashtu. Domethënë ka shumë lojtarë, shumë emra të mëdhenj që do t'i shohim për herë të fundit në këtë skenë. Nuk e di a është menduar në një ceremoni për këta emra, përcjelljen, si me thënë të tyre. Jo, nuk ka asgjë sepse ata ndoshta me kombëtarën e tyre mund ta vazhdojnë të luajnë. Kështu që nuk është, po, e vërtet, po vetëm Messi e ka thënë Ronaldo kështë bërë një batut, nuk e di sa e vërtet është, mund të luaj edhe në botrorin tjetër, kështë thënë. Me ekun që ka treguar që është i pa... është i zoti i pandalshëm, po jo, është i pandalshëm dhe i fillon që me ego kjo gjë. Pastaj me disiplinë, me punë, po që lind nga ambicia, nga ego. Që padyshim për mua Ronaldo e ka pasur gjithmonë më të madhe se sa Messi. Nëse dhe gjithmonë i kam darë të dy. Diskutim kjo pas. Tek Messin si një talent të lindur dhe se Ronaldo që ka arritur dhe me punë edhe kështu, po edhe talentin e ka Ronaldo se tash. Vjen keq, po Ronaldo njihet botërisht për disiplinën edhe egon edhe për kushtimin. Pa diskutim. Por nuk duhet ta shohim gjithmonë si një gjë të keqe këtë. Kjo është çështje pozitive. Domethënë unë kam kaluar kaq shumë debate, diskutime dhe me gazetarë dhe me ekspertë të futbollit, që unë për shembull jam një simpatizante e Messit. Megjithatë, me kalimin e kohës kam kuptuar dhe gjithmonë kam qenë partizane e talentit, nuk diskutohet. Me kohë kam kuptuar që pavarësisht që nuk diskutohet, që talenti është i domosdoshëm, puna sjell rezultatet që i ka sjell Ronaldos, që shpesh ka shkëlqyer edhe më shumë se Messi, pavarësisht se e theksoj. Për mua, Messi është, unë atë dua, nëse do bëjmë një ndarje. Por bota është ndarje gjitha përgjysëm kështu, dhe mendoj që është dhe çështje karakteriale. Të kesh dhe talentin, dhe Ronaldo e ka, të kesh dhe egon dhe ambicien, disiplinën, aq më mirë akoma, e kupton? Por nga ana tjetër kemi një programacion akoma edhe më të pasur në TV Klan për të vijuar pak. L'Amerika është një program i cili do të informojë dhe do të përcjell edhe siç e the vetë Tile Nida anën teknike, por gjithashtu kemi dhe programin me Marinën. Kampionët e botës. Pak informacion. Po është programi që do të na shoqërojë çdo mbrëmje me spektaklin e tij pas ndeshjeve, edhe pse edhe këtu orari do të varet hera herës, mund të kemi ndonjë spostim në orën 23 fillojmë sot. Është një program që u përqafua nga publiku shqiptar në Europianin e vitit 2024 dhe ne jemi munduar që të ruajmë një lloj linje, një lloj boshti të asaj gjëje, por që nuk do mungojnë surprizat. Mund të zbulojmë diçka? E kam pa mundur. Do më fuzësh në sherr me Marinën. Për qenushin a do jetë më. Do më fuzësh në sherr me Qeni që bën të zbulimin e ndeshjeve. E kam të ndaluar. E ke të ndaluar. Nuk është më qeni. Jo, e kam të ndaluar të them. E ke të ndaluar, na nuk është më qeni. Mund t'jetë në një kafshë tjetër. Por që ka surpriza, ka element të rinj, patjetër, show, analizat që nuk do të mungojnë, ato që tha Lenida, lidhje me Shtetet Bashkuara, kemi një gazetar atje që do të na sjellë emocionet era herës. Kështu që ka dhe korespondent që do të sjellë gjithçka drejt për drejt. Në mënyrë që të vi, si thuash ajo, çfarë ndjehet atje, të jetë këtu në transmetimet tona. Do ketë surpriza atëherë, nuk mund të zbulojmë më shumë detaje, por për fat të mirë pak orë na ndajnë nga ky moment për të kuptuar saktësisht se si do të jenë mbrëmjet e kësaj periudhe, e këtij muaji shumë të bukur, mbushur me futboll, me kampionatin botror dhe që e do këtë elementin, po themi, një natë vere, dhe sportin edhe humorin që ka në këtë lloj formati. Sepse i tillë është botrori, është një lloj kompeticioni që të përfshin edhe ata që nuk shohin futboll, këtë muaj do të shohin patjetër. Sigurisht. Kanë filluar të interesohen, jo kur luhen, jo kush i transmeton, që dihet gjithë i transmeton Klani. Po natën do bën një emision, po në mëngjes si do bëni, domethënë ka një lloj kurioziteti për të kuptuar që si do ta shohin, si do të. Është e kuptueshme që ka një shkallë vështirësie, por ja që do të bëhet çdo gjë drejt për drejt, do të jetë transmetuar. Është ekskluzivitet edhe do të plotësohet ashtu siç duhet, me shumë përkushtim nga stafi të cilët do të jenë
ditë e natë në punë për të patur teleshikuesit kaq të thjesht marrjen e emocioneve të këtij kampionati. Bëjmë një shkëputje të vogël publicitare, do të ndjekim madje edhe spotin promovues dhe kur të kthehemi do të ndalemi përsëri në futboll në kampionat botror, risi që do të ketë dhe sigurisht kjo tifozeria se si është edhe për të ftuarit pas pak.